ke do ditë barç prej muajit Ramadan, s'ke mujt me agjeru si nane jona, si motra jona, ose si vllavi joni cili e kanë smutës e kanë udhtim, s'ke mujt me agjeru i ki do ditë hala barç të muajit Ramadan, ama po ki qef me agjeru ditën e Arafatit, a ban me agjeru, po ki qef me agjeru si ditë Arafatit, do man, në mënyrë vullnetare, a ban o musliman, nuk ka kur fart keqen ta, do më thonë, ti agjerua ditën e Arafatit pa kur far problemi, e ditë që i ki barç i zaventson një ditë tjetër, me lejen e Allahut azza wa jall. Pyetja, a ban me agjeru ditën e Arafatit, me njetë me la një ditë barç të Ramadanit, që se ku me agjeru, edhe me njetë me agjeru ditën e Arafatit, tu ka mos pajtime, ama në qovë se je pe atyne që e nje vetën që s'monësh me agjeru shumë, atër agjerua me dy njetët, me lejen e Allahut azza wa jall, edhe me shly një ditë Ramadan, edhe me marrë shpërblime për ditën e Arafatit, vetëm se kujdes, në qovë se ban me kësi njeti, atër duhet me pas njetin prej fillimit, do më thëmë prej kur të vendos me lanë, mus me hangër e mus me pi, prej kohës së fyrit duhet me pas njetin me agjeru. Kjo për shkak se agjerimin vullnetar ti mundesh me ba dhe ma vonë njetin. E lusëm Allahun azza wa jall me në lehtësuar me na bë prej muslimanëve të mirë.